236.000 dokumente të tilla janë dorëzuar në Institutin për krimet e kryera gjatë luftës. Kjo sasi e dokumenteve që vërtetojnë krimet serbe të kryera në Kosovë është dorëzuar nga shoqata e familjarëve të zhdukur, por kjo nuk është e tëra. 236.000 faqe, 34.000 foto të krimeve të luftës. Diku 300 orë më duket janë film. Të luftës po janë edhe 5.000 kaseta pa u digitalizuar. E gjithë këto dokumente mund të përdoren për hartimin e padisë për gjenocid ndaj Serbisë. Megjithatë, sipas Institutit për krimet e kryera gjatë luftës, kjo është përgjegjësia e institucioneve të tjera. IKKL bashkëpunon vazhdimisht me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, organizata, arkiva, studiues dhe mekanizma të ndryshëm që ndërlidhen me dokumentimin e krimeve të luftës, drejtësinë tranzicionale dhe memorializimin. Megjithatë, sa i përket çështjes specifike të padisë për gjenocid, kjo bie në kompetencë të institucioneve tjera shtetërore përgjegjëse për përfaqësim juridik ndërkombëtar. Padia për gjenocid ndaj Serbisë është ripërsëritur sërish nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, që ka deklaruar se janë në përgatitje të saj. Për këtë çështje, televizioni ka tentuar të marrë informacione nga Ministria për Vlerat e Luftës, mirë po nuk ka pranuar përgjigje. E për hartimin e padisë, Grajqevci ka skepticizëm. Gjithsej fushata kanë përdorur paditë për gjenocid dhe ngritjen e lapidarëve, monumenteve historike, gjitha këtu, po ma vonë nuk e në realizuar asnjëherë. Edhe këtu jam skeptik se për të përgatitur një padi për gjenocid, don kohë dhe don maturi, dhe don mjeshtri për me punu, se jo që s'kem ne fakte materiale, të gjitha i kemi. Në rrafshin juridik, ushtrimi i kësaj padie vazhdon të cilësohet problematike. Ne me mbledh prova dhe me morë një komision jurista më eminent edhe mu përgatit momenti kur ne jepet e drejta apo mundësia të paraqesim padit jemi të gatshëm dhe të ushtrojmë padin. Andaj unë mendoj kjo vetëm e kanë pëso për konsum politik dhe patriotik se nuk është e pamundur për momentin ngritja e padisë pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Premtimin për padin për gjenocid ndaj Serbisë, lëvizja vetëvendose e ka bërë qysh në zgjedhjet e vitit 2019.